Pas goditjes që Jozi i bëri Gjesit, ai nuk është lajmëruar më ende për intervistat televizive. Por së fundi në një emision ai është shprehur se ndihet i penduar dhe i kërkon falje të gjithë njerëzve që i ka lënduar. Kontakt me Gjestin nuk kemi pasur. Kemi shumë miq të përbashkët, por akoma nuk kemi pasur kontakt. Kam kërkuar të dëgjoj veten më shumë. Jam munduar ta kaloj situatën në mënyrën më të qetë. Jam përkushtuar muzikës. Shumë sukses se Gjestit. Thash më parë keqardhjen që është ndjer keq dhe ka përjetuar keq. Ndryshe Jozi ka theksuar se nëse do të takonte Gjestin në ambientet e televizionit do e përshëndeste, por kjo nuk ka ndodhur. Ndërsa pyetjes për akuzat që qarkullojnë ku thuhet se ai ka ushtruar dhunë ndaj ish-partneres në Zvicër, ai kishte këtë fjalë: "Patjetër që do ta mohoj. Kjo është shpifje nga disa njerëz pas një lloj vlere që shpifin. Dikush nëse un kam bërë një gjë të tillë, nëse tregojnë letrat, unë e di se jam vet. Kanë hedhur shumë gjëra për mua. Unë e njoh veten, e di se çfarë kam bërë. Fama nuk është e lehtë. Mund të dalë dikush me prova. Nuk janë as pak të vërteta", deklaroi ai.